nuk kemi arritur të krijojmë zemërimin e madh të qytetarëve ndaj korrupsionit. Edhe ky është një konstatim i sakt për mendimin tim. Po, konstatim i sakt. Sali Berisha ka drejt kur thotë nuk kemi arritur të krijojmë zemërimin e madh. Dhe nuk mendoj që populli si koncept do të lëvizë populli që të bjerë qeveria ose të ngrihet qeveria. Po ti thuash hajdutët, i hajdutëve të hajdutëve, nuk është se kanë ndonjë zemërim të madh. Mund të ketë xhelozi, se thotë ai vjedh unë zvjedh. Por populli ka zemërim, nëse ti i thua popullit që ne nuk kemi më liri, dhe i thua popullit se këtë liri, do të them ja dy element pastaj tek pjesa e lirive dhe te varfërimi. Populli thotë që s'ke demokraci, do thonë po si jemi kaq popull ndërgjegjësuar. Qofse populli nuk është ndërgjegjësuar, lëre diktaturë siç është, por unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj se ky popull është i dalë, është i ditur, natyrisht nuk ka më vitalitetin sepse pjesa vitale ka shkuar punon jashtë shtetit për siguruar bukën edhe të ne që jetojmë në Shqipëri, por gjithsesi populli jon e ka. E në këto kushte nuk kemi arritur të krijojmë zemërimin, unë do t'i thosha doktorit me cilësinë e një bashkëudhëtari në jetën shoqërore dhe politike të vendit që doktor, nuk ka nevojë me kriju zemërim të popullit. Ka nevojë me kriju zgjim të popullit, orientim të popullit. Pra duhet që shqiptarëve t'i tregojmë një tablo pak më të ngritur sa që mendojmë ne se është niveli ulët ky popull, sepse përgjithsisht gjithë thonë po populli djallë të burra, që ti themi populli dhe tash demokracia, liria. Ku i kupton populli këto? I kupton. Kupton shumë mirë, bile shumë më mirë se shumë popull tjerë, se ne jemi një popull i dal nga mungesa lirisë, nga mungesa demokracisë. Një popull i rritur me tallon. Nëse këtij populli i thua që po, ti ke jetuar pa shtëpi deri në 90-ën. Ti do të ta marrin edhe një herë shtëpinë. Ky popull e kupton. Nëse thua, kur dolet nga komunizmi, e nxirret një ark banane dhe mund të mbanit frymën. Sot, edhe kur del nga shtëpia, të fillon dikush që të pret i flet gjove për një zot e di pse, ose dikush që të vendos një tarif që një zot nuk e di pse. Pra, në këto çaste je i grabitur. Në këto çaste ti nuk ke demokraci. Në këto çaste ty të kanë vjedhur votën, do të thotë voto është dëshira. Ty të kanë vjedhur gjithçka. Pra, nëse e bind njeriu kështu, atëherë të del, nuk ka nevojë për zemërim. Ka nevojë për ndërgjegjësim. Ka nevojë që shqiptarët të kuptojnë që vendin e tij kanë pushtuar. Disa njerëz me fytyrë shqiptari, me shqipërim të artikuluar, si kishte vajtur kryeministri jon sot në Izrael, edhe kishte lëpir dorën, po themi Netanyahut, duke thënë ju më driten gjunjët, se jeni ndër 5 oratorët më të mëdhenj të botës, e më thehet thash. Dhe ju shihni një person që flet shqipe mendon që është shqiptar. Jo, nuk ka lidhje me ne. Nuk ka lidhje. Ky sistem në të cilin jetojmë nuk ka lidhje me ne. Ky është pushtues. Flas për sistemin kushtetues që kemi ne. Pra, ne jemi një republikë parlamentare ku sovran është populli dhe sovraniteti ka të deleguar. Pa, do të thotë ka zgjedhur deputet. Deputeti nuk i zgjedh populli, mbaroi sistemi. Vota vidhet, mbaroi sistemi, na kanë pushtuar. Dhe ne do ta shërojmë vendin nga ky pushtim që të kthejmë liritë tona, që të kemi liri ekonomike, liri sociale, liri për të mësuar, liri për të pasur të drejtë, se nuk është më shteti i drejtës. Nuk është më shteti i drejtës. Do të tregoj pak më vonë kur vetë Edi Rama pushtyn spakun që është të paktën ajo pjesë e shpëtuar e drejtësisë. Ja këtu jemi, kështu që doktor, nuk është çështje zemërimi, është çështje bindje dhe pune me njerëzit.